Sigurinë e zgjedhjeve e garanton Policia e Kosovës, por pjesëtarët e saj vazhdojnë që të përballen me paga të ulta, mungesë të pajisjeve bazike si dhe kushte të vështira të punës. Ish koloneli i Policisë së Kosovës, Refki Morina, rikujton se puna e polizëve është vazhdimisht e rrezikshme. Shteti duhet të investojë më shumë në paga, të investojë në rrezikshmërinë e pjesëtarët policisë, sidomos nisitëve përkatëse të operacioneve, nisitëve të krimeve të rënda, do të sektorin nisitëve të rënda, krimeve ekonomike, pastaj drogës, trafikimit njerëzore e tjera, do të thotë në nisitët të cilat kanë një rrezikshmëri më të madhe në aspektin e punës, për arsye se ata ballafaqohen çdo herë me rrezikshmëri të tilla dhe shteti duhet të investojë më shumë, do të thotë tek zyrtarët policor, në mënyrë që të ngriten edhe në aspektin profesional, edhe moral, edhe njerëzor e tjera, në mënyrë që ata të kenë vullnet të shkojnë punë.